Shqipëria do të investojë në transformimin e forcës zjarr fikse dhe të gjithë sistemit të menaxhimit të krizave. Kryeministri Edi Rama thirrri në një takim ministritë përgjegjëse për mbrojtjen civile, nga ku kërkoi reagim të koordinuar për të rritur rezistencën në rastet e fatkeqësive natyrore. Ne kemi filluar të punojmë për një reformë të prefekturave, por në të njëjtën kohë kjo kërkon jo thjesht angazhimin dhe fuqizimin e mëtejshëm të kapacitetit prefekturave, por kjo kërkon angazhimin dhe fuqizimin e mëtejshëm të kapaciteteve të bashkive dhe të njësive administrative, sepse ajo që vëmre është që kur vjen momenti i përballjes, kur forcat zjarrfikse, forcat e ndërhyrjes shpejt, të cilat duhet t'i vlerësojnë në mënyrë të veçantë për rolin që patën këtë verë. Forcat e tjera, ushtarake dhe policore, zbresin në fush, e shikojmë që nga ana e pushtetit vendor, nga ana e autoriteteve dhe e forcave të organizuara në lokalitete, ka shumë konfuzion. Kryeministri deklaroi se Shqipëria u përball me zjarre të përmasave historike dhe pësoi dëme të mëdha, duke vlerësuar reagimin e shpejtë të policisë në identifikimin dhe ndalimin e zjarrvënësve. Kryeministri deklaroi se në sipërfaqet e djegura qëllimisht, në Pyje dhe kudo, nuk do të ndërtohet për një periudhë 30 vjeçare. Kemi bërë një ndërhyrje ligjore shumë të rëndësishme që aty ku vihet zjarr do të ndalohet çdo lloj leje ndërtimi për 30 vjet. Pra nëse një territor i cili është i, si thuaç, hap oreks për të ndërtuar, digjet, për 30 vjet aty nuk do jepet leje ndërtimi. Që ta kenë të qartë gjithë që djegja nuk të sjell në kushtet kur ti pastaj mund të vish thuash që nuk është pyll, nuk ka pemë aty, kështu që kjo është toka ime dhe unë dua të ndërtoj. 30 vjet do të ndalohet dhënia e lejes së ndërtimit dhe ai territor do të rimbillet. Shefi i qeverisë paralajmëroi edhe ndryshime në kodin penal dhe ashpërsim të dënimeve për zjarrvënësit. Zjarrvënësit, për cilët do të kemi një shtrëngim të ri në kodin penal, është përgatitur dhe do të kaloj për konsultim publik bashkë me masat e tjera që lidhen me të gjithë aktivitetet e palishme në dëm të territorit, në dëm të pronës publike apo private dhe me çdo lloj ndërtimi të palishëm. Gjithashtu, kryeministri u kujdes të përsërisë premtimin se të gjithë banorët e prekur nga zjarret do të dëmshpërblehen. Angazhimi moral, po edhe ligjor lidhur me banesat dhe krerët e humbur të baktive do të mbahet pik për pik. Tani më është inventari i plot dhe të gjithë ata të cilët kanë humbur banesat apo krerë baktish duhet të jenë të qetë për faktin që me kalimin e aktit normativ të qeverisë së shpejti do të dëmshpërblehen qindark për qindark. Në vijim, kryeministri u ndal edhe tek përvoja e vendeve të tjera që përballen me të njëjtat sfida, si Greqia, Italia dhe vendet e rajonit. Sipas Ramës, edhe pse Bashkimi Evropian ka bërë investime të rëndësishme në sistemet e mbrojtjes civile, humbjet e këtij viti kanë qenë ndër më të mëdhat në histori. Për arsye të kësaj sfide, e kam ndjekur edhe personalisht të gjithë procesin e masave edhe të ndërhyrjeve që kanë bërë vendet të tjera, disa vende të tjera.
duke filluar nga Greqia, që e ka pasur dhe ka një problem të rënd kronik, problemin e zjarreve, dhe që ka bërë investime masive në të gjitha drejtimet për të rritur rezistencën edhe për të ulur nivelin e dëmit, tek Italia apo tek ndonjë vend këtu në rajon, dhe megjithatë kur vjen puna tek sezoni i zjarreve, prap e shohim se sa e vështirë është. Europa vetë, Bashkimi Evropian, po ashtu, ka bërë shumë investime tek sistemi i përbashkët i mbrojtjes, por humbjet e këtij viti kanë qenë humbjet më të mëdha historike. Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria do të forcojë përgatitjet për sezonin e verës dhe sfidat që sjell ndryshimi i klimës përmes investimeve në teknologji të avancuar, rritjes së kapaciteteve ajrore dhe shtimit të masave parandaluese në terren. Akademia e Forcave Ajrore mësoi se së shpejti do të nisë edhe trajnimin e pilotëve për të rritur kapacitetet e flotës.